Kjo ishte dhe japraku im për sot, gatim tradicional të dashun djekës. Sot ka menu me bo japrak për veten time rrallë të parë, se këtë vit nuk e kam bo sefte. Është recet shumë e vjetër, s'para e bojnë shumë. Në fillim do zi gjethet e rushit, do vim ujin e nxehtë, fillimisht, do t'i hudh shumë pak kryp me mojt gishtave, do i lejmë të mori val, i hudhim pjesë, që të mos ngelen pa bo, u digjon dhe rushit në duket se qa i hudhin ke ronjët, që edhe gjethet me njëherë trashen, ne për para në ngelnin goxhako, kur fillon të u vaposte mirë, atëre gjethja nuk fute më ngoj, po ta shti për i herë duhet i zish pak shumë, ne sa i përvlonim dikur. Po edhe këto të shtrenjta janë, çdo gjë bëhet shtrenjtë. Kemi qa bëjmë, në grau ambisa. A i herë për qef do t'i bëjmë. Kush e ka hardin shtëpi është shumë mirë. Do t'i lejmë 3-4 minuta. Tu i rrotullu. Ose në kohën që i heq këto, do vej qepën e njon, që të bëhet pak avash. Dhe këto do t'i muloj dhe 2 minuta, kështu si që jam. Dhe i kam hazër. Tu kam qepën e njon, pak kryp, edhe pak vaj. Vojnë e ullinit, unë gjithmonë e hedh sipër, rreth i filxhan vaj. Do ta ull që të bëhen pak avash, e muloj me kapak të zbuten. 1 filxhan çaj, ky lloj japraku e do orizin pak më shumë. E tash vetëm për maskua tregova, se tash këto do ta shplaj, se s'mund ta hudhim ashtu. Dhe gjithmonë cilësi e dytë, që të bëhet më shpejt kokra dhe të mos jetë kokër gjatë. Cilësi e dytë do me thënë çmimi pak më i lirë. Nuk duhet të zbutet më shumë, se do zi dhe bashkë me gjethen, do t'i hudh orizin. Përfundoj dhe zjerja e hargjës, do t'a muloj pak, e fik fare vatra. Ashi është hazër sa me pre erëzat. Do përdoren dhe bishtat, se janë të lame. I pastrojmë, se këto kërcellat e bëjnë shumë të shishme, po do grijen pak më imët, vetëm shumë imët. Do t'i hudhim edhe pak kryp. Baza duhet jetë gjithmonë gjethja, poshtë, që mos njisi, se kjo është delikat. Vendosim dhe një këtu. Edhe i pik vaj. Gjethen gjithmonë do e shtrim nga vetja, gjetja, kurse pjesa e bishtit do vendoset nga ana ime, ndërsa kjo është një mbledhje perfekte, e thjesht, fare. Jo t'i mushim plot, unë nuk i mush plot, se edhe orizi i shtohet, në fillim i vejmë anët, unë i bëj 4 ore gjithmonë. E vendosëm midis tenxheres. Ja dhe japraku përfundoj. Është e funit. Dolën 38 copë. Që ka i qik më shumë, po ta shtrëngoj pak.
Të gjithmonë të duhet shtrëngohen pak rreth vetë. Ashtu I hedhim 2 kokra kryp. Ja. Dhe këtu ku kisha bo harxhën, do hedh pak ujë të nxehtë. Pa ynyrë pa gjë, se gjithmonë unë vojën e ullinit ja hedh sipër. Do t'i hudh kumdhat tash. Ja, kumdhat tharta. Si shejnë ishin, po ishin uthull I provoj çuni smujti me ashtu si më intereson më. Jo se do t'i hudhim gjitha këto, rreth 200 gram kumdha. Ashtu I vendos pjatën, ja një pjatë sipër, që mos hallakaten, majnë formën e duhur. Ashtu këto do zihen, ashtu siç duhet, avash, dhe vazhdimisht do t'i tunim nga I qik që të mos njiten, poshtë gjithmonë do t'i bëjnë nga I qik lëvizje tenxherës. Erdhi koha ta hapim tenxherën, duhet të heq pjatën një herë fillimisht. Do t'i lej pak kështu të fikme tash, që ta përthithin gjithë longun. Do t'i përvlojmë pak tash me vojën e ullinit, kështu e kam unë adet, që I jep shumë shije. Ashtu, vaj u nxe, nuk duhet që t'i dali tymi, vetëm t'jeti I nxehtë dhe e përvloj. Tjetrën e lej, aq sa duhet. Ashtu e lej pak të mpikset edhe e kam hazër.